Mëngjesin e së hënës nisën punimet në sheshin Gjergj Bush. Perat që kryetari i Prishtinës përparim Rama e quajti transformim në një oazë urbane. Puna që do të bëhet përfshin hapësirën nga katedralja Nën Tereza deri te sheshi Zair Pajaziti, ndërsa parashihet që projekti në vlerë mbi 18 milion euro të përfundojë për një vit. Faza e parë do të jetë kjo pjesa e sheshit Gjergj Bush, ku pastaj kjo do të hapet dhe do të fillojmë pastaj me fazën e dytë të Zair Pajazitit edhe të zonës pjesës të bibliotekës e në fund edhe të zonës Garibaldit, të rrugës Garibaldit. Rama tregoi se përveç hapësirave të gjelbra dhe zonave të lojrave, në shesh do të ketë edhe këndë për aktivitete tjera kulturore e rekreative. Disa prej qytetarëve po e shohin si projekt të mirë për kryeqytetin. Po më duket si vendimi mirë edhe shpresoj që ka më rregullu sa më mirë se edhe kena dashur në rinia më zhvillu kjo edhe ka bëu vend mirë, me thonë u zhvillu ale më shumë. Ndërsa të tjerët janë skeptik se punimet do të përfundojnë me kohë. Mendoj si ka mundë më përpara me fillu që të ketë domethënë se tash varet shumë faktorë aty janë. Ti shohim rezultatet. Ne gjithmonë pritje jemi. Ne edhe ashtu jemi të mësuar më prit. Po rezultatet tregojnë. Kundër këtij projekti edhe të hënën ka reaguar shefi i asamblesëve të lëvizjes vetëvendosje, Gëzim Sfeqla.